siç mund ta keni të qartë. Fulfillment of the interim benchmark validation. Plotësimi I piketave ndërmjetme nga Shqipëria The setting of the closing benchmarks dhe përcaktimi I piketave përmbyllëse është especially for element shumë thelbësor, sidomos për sa I përket grup kapitulleve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat e themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. in Albania's EU integration process, the success Në procesin e Shqipërisë për integrimin evropian, suksesi I transformimit digjital is është a defining line about një element përcaktues sa I përket ritmit dhe shpejtësisë së procesit dhe I progresit must tonë. say that for Më countries duhet të them që për vende si joni, what has come with the new technology is true bless. teknologjia e re na ka sjell, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër. It allows us to Dhe na lejon gjithashtu të përfitojmë nga të gjitha avantazhet e kalimit nga një epokë e progresit linear tek një epokë e progresit eksponencial. Dhe këtë e kemi parë me të gjitha përfitimet në shumë aspekte ndryshme. Dhe patjetër duam të përfitojmë sa më shumë të jetë mundur very complex issue of sa I përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri. Nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku rights have been put të drejtat e pronës stress kanë qenë kaq në ndrysni. in the last 35 years. We Gjatë 35 viteve të fundit na është dashur të trajtojmë material that is really një material kaq kompleks sa që është the most and the deepest challenge. realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Nationalized Sepse kalimi nga një country where property vend me pronë tërësisht shtetërore, ku prona private nuk lejohej private cars not dhe nuk lejohej as zotërimi I një automjeti privat, apo nuk mund ta ndërroje një automjet privat. the state lost every control on Kaluam në një situatë ku shteti humbi tërësisht kontrollin mbi territorin an enormous demographic boom after dhe pati një boom communist regime jashtëzakonisht të madh demografik pas rënies së regjimit komunist. Dhe këto lëvizje ndikuan në formësimin e territorit dhe se si perceptohej prona. the old owners Sepse ndërkohë që kishim pronarët e vjetër që mendonin se e lirinë erdhi dhe momenti I tyre për të marrë pronat dhe që pronat do të ktheheshin. had also to face Nga ana tjetër, duhej të përballeshim gjithashtu assault on land me një sulm të plot mbi tokën dhe developments that një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të shkuarës, por përmes zënies së more tokës. than that although by some Dhe përtej kësaj, mysterious reasons megjithse për arsye misterioze, burn regjimi komunist property nuk e dogji arkivin e pronave, por I mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe vërtet.
Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjedhësh dhe të zbërthesh të gjithë këtë është sfidë dhe vështirësi e vërtet që ka të bëjë me tricky and painful compromises. kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjetë, le të themi, një pastërti e plot në një tjetër.